Përshëndetemi me Rezedielli, me mëngjes të gjithëve, jeni duke na ndjekur drejt për së drejti pas mbledhjes qeverisë për emergjenca civile për përmbytje. Tashmë do vazhdojmë programin ton normal në rrezën ton me gatimet, me të ftuarit të cilët do t'i kemi dhe ata në pjesën e aktualitetit, për motim, për përmbytjet, dhe mos në Gjirokastër, dhe pastaj ta zbusim me ndonjë maskë lehtësuese për këto ditë të ftohta. Kur zbutja do bëj një pyspili, po me që tha zbutje dhe mos miki fare fjala e zbutjes, kam spinaq, pyspili me miell misrit. Spinaqin unë do ta zbus me pak skrip. Me që tha me zbutje, edhe nuk dua që fjala të shkojë bosh. Patjetër që më ndihmojnë vezët dhe ju e dini tashmë tek vezët, që vezët janë ato vezë që ajo shpreha jote legjendare. Të duhurat. Vezët tona orbital. Pispilin me çfarë? Me spinaq. Kam spinaq, qep të njoma, nëse nuk keni qep të njoma, keni presh, djath i bardhë mund, çfarë do lloj djathi që ju keni nëpër shtëpia. Pakës qumë, shkrip piper, vaj, edhe jemi gjithçka në rregull. Mirë, produktet po edhe tava jonë simpatike do t'japi lezet pispilis ton. Tani, produktet i kemi në tryez, si spinaqin, vezët, djathrat, mielin qumshtin edhe pak presh, kri piper të zi. Do t'i bashkojmë të gjitha produktet dhe pak më vonë, sigurisht që kemi dhe bimë aromatike. Dhe, kur them gjithmonë që mielli, me mielin ola, miell misri i bardh i verdh, si të dëshironi ju, nëse keni përballë lokume, nik I lutem, a mësoni këto produktet e tjera që mos I kapën do? Gjithë. Qepe njom ose presh. Djath, çfarë djathi keni ju në shtëpi? Çfarë djathi keni ju në shtëpi? Më të gjithë gjysmën apo gjysmën? Jo. Me që sot është e premte, edhe atë djathin tjetër aty, më ka tepruar mozzarella që kështu unë do ta vendos gjithë këtu. Derisa të vije hëna, në bëhen pazaret e tjera të javës. Atëherë, vajin, piperin, si kam të duart, në shto pak të lutem? Shtojmë vajin tani. Po. Të punohen, të zihen mirë, sepse kështu marrin edhe shije. Edhe qumshtin, kripën piperin, shtojmë kripën piperin. Tek kripa pak si me lezet. Se kanë djathrat, po. Piperin, po. Tani nuse. Edhe qumshtin. Edhe... Ja shife sa duhet, sepse në nusja varsit të më shton qumshin, jo kosin, nuk më thot pje kosin. Duket që do dhe pak, se është pak e thatë. Po. Aq pasaj e lëm. Përse e bëra me dorë dhe jo me luk, sepse dua spinaqi. Që të punohet mirë spinaqi. Një shplarje të duarve. Dëm gati tavën, sa thjesht që është, mjafton të dim radhën dhe produktet që duhen për një pispili të shpejt dhe të shishme, të cilën në shtëpit tona do të shoqërojmë me kos, me tarator, me dhall. Çfarë të keni ju mundësi? Të duhet një luk? Një tavë që nuk ngjit. E shtrojmë. Të gjithë të mas. Do të bëjmë nivelimin e duhur. Dhe për sa minuta do të piqet. Furën e parangrur nuk e harrojmë. Shtoj. Do dhe një njomje të tillë. Jep atë ngjyrën e kuqeremt ky shtimi I qumshtit. Pra do të shtoj qumshtin 2 herë. Pra edhe qumësht, edhe miell misri në sipërfaqe krijon atë koren e lehtë të hollë, por të shishme. Ti shton edhe pak krip në sipërfaqe. Mjafton që në tepsi masa të jetë
e mirë shpërndar, mos ketë disa vënde më e trash në disa vënde më e hollë, që edhe pjekjat sigurohemi që të bëhet e duhur. Atere, pakës fare krip. Po, se shtua mielin edhe e mban e ruan atë shijen. Dhe? Vaj. Nuk do t'i shtoni asgjë tjetër kësaj pispilje. Në 200 gradë në varësi të furave, 200, 210, 180, e vendos? Albana e vendos për aq minuta sa bëhet? Po, ndërsa së bashku njemi edhe njerë me tabelën e përbërësve të pispilis me spinaq, receta jonë e parë, i shohim të shkruara tani. Na duen 500 gram spinaq, 3 qep të njoma, 200 gram djath të bardh, 100 ml vaj ulliri, 1 gotë me miell misri, 1 gotë qumësht, 2 kokra vez, krip piper i zi, pastaj për shije për bimët aromatike zgjidhni koper majdanos, koperi i shkon pak më shumë recetës. Ne i përfunduam e vendosëm për të pjekur dhe bëhemi gati tani për një tjetër recetë. Për supën. Kemi supë? Po, një supë me mish pule. Përbërësit kryesor është mishi i pules, një pjesë të vogël që unë e kam zier, qepën që mua më duhet të jetë e prerë imët, dhe më mirë se në blender nuk ka asgjë, sepse dua që të kem atë shotarizit të qepës. Ka që më duhet? Vetëm shetë që kompletë. Pra që ta trashi pak. Shtoj. Në ndyrë. Si kurse, dhe një pjesë gjalpi. Shtoj direkt me radhën. Në të ta zbutim pak qepën atë. Qepën. Ky qumshti të duhet? Lëre se në fund fare, jap gjithmonë në fund. E zbus. Dhe të jetë një supë e bardhë. Shtoj masën e miellit. Nga pula ke përdorur kështu mishin krahët apo mishin e bardhë apo bashkë me kocka? Të coptuar, një të vogël fare që më ka ngelur. Nuk ka nevojë pjesë të tjera. Thelpit e hudhrës. Me hudhra me qep, supa antibiotik, limoni shtrydhur lëngu i limonit me vitaminën C, për këto ditë të ftohta, virozash, supa me pul, duke qenë se kemi thënë edhe për lëngun e pulës, që shumë i ushqyeshëm dhe i shëndetshëm, bashkë me gjithë lëkurën, edhe ajo kur zien në lëkurë ndodhet antibiotiku natyral, kështu që edhe në pjesë më të mëdhaja, për një numër antarësh varet nga familjet tuaj, ne pa u demonstrojmë si proces, dhe një nga ato servirjet e ngrota. Ujë nga bimët aromatike. E lë të zjej. Të zjej mirë, që qepa të kthehet tërësisht në transparente. Pra edhe në rastet kur mishi
do t'jetë mishi pulës me kocka t'i largoj pak vetëm për ekranin. Mund të veçohet, shumë kollaj. Në këtë formë. Limon pakës fare. Dhe e shtoj direkt. Bëj një përzierje të duhur. Shtoj pjesën e lëngut të limonit. Nuk lë lëkurën. Dhe lëkura ka komplet aromë dhe shije ndryshe nga lëngu i limonit. Largoj. E tani, kur kemi sasi mishi tek taljera, ne kemi shpjeguar er pas ere. Pastroj taljerën. Me lëkurat që na mbeten. Për mishin, gjëja me e duhur. Kripa. Bashk me lëngun e limonit. Bëj një hapje dhe I bën një pastrim, një gryrje të... pa vendosur sodën. Dhe e dim shumë mirë që pula është fole për bakterjet. Në qoftë se ne e lëm, ja. Bëj një pastrim të mirë me letër dhe do më duhet. Pra ne përdorëm këtë pastrim, pasi ndam aty pulën e zjerë, po akoma më shumë kujdes, duhet kemi kur aty presim copat e pulës pra si vendosim për të zjerë, që dhe ka atë predispozitën më të madhe të salmonellos, se pasi ka zjerë është pak më, është më e sigur, si të thuash. Pra kemi një pastrim të taljerës, krip, edhe lëng limoni me gjithë lëkurë. Shtoj arë myshk, arë moskat, si të dëshironi ju. Gjatë zjerjes. Kam aty kishim pak qumësht, pak nga një lugmire. Tu kam vetëm lëngun e mishit këtu. Po, edhe lëngun e mishit për ta plotësuar, për ta trashur supën. Ja shtojmë në fund, edhe pse këtë pjesë e bën shumë mirë edhe qepa, po kjo është një lidhse akoma më e mirë duke bërë ato në formë kremoze të gjithë produktet. Sepse na duhet, po, kremoze. A e dini, për shumë sidomos, mosha i me 50 e tutje, normalisht ne kemi probleme, problemet tona janë të shumta. Qa probleme shkeni ju në njërë, mosha ju? Kemi tensionin, kemi fryrjen e problemet nga stomaku, janë gazrat, gjitha, dhe në 50 e si, për mjeku të thot, kur ti shqetësohesh, sa vjetë që e 50, e në regull, thot. Kjo mua më ndodhe dhe për para disa kohësh. Jo vetëm në këtë mosh, po edhe më për para, duhet të fillojmë të ndryshojmë qik me stilin e ushimit, jetesës. Partash më lartë. Po. Atere, vendosë pak një kitë lutem... Qa do nga bësh këtu tani? Atere, kemi, për problemin e këtyre, kemi shumë mirë, një detox, një lëng shumë i mirë, që unë t'i pres një kit edhe portokalli, domatja, limoni, janë më të duhurat për tensionin një, për stresin, për të pasur një gjumë akoma edhe më të mirë, sepse dihet që nuk e kemi të mirë, në ndihmon jashtë mase, limoni, portokalli dhe domatja. Limon, portokall e kishim dëgjuar. Të lutem vendos pak ujë, të lutem. Po, do të mbushim pak me ujë që ta ndihmoj. Po, që ta ndihmoj. Në një masë duhur duhen 2 portokall, 1 limon, 2 domate. Unë më një masë më të vogël. Atëherë, kjo shumë.
Ka më shumë i mund ta heshtojmë tek bimët këtu. Se kanë dhe vetë lëngë. Po. Frutat. Atere. Ja, ty e vura. E shtojmë. Kuriozitet për shihen që do të ketë kjo përzierje, por mbi të gjitha është për rezultatin, ose nëse ne e përsërisim. Shikojnë dhe është rezultat shumë i mirë. Nuk largojmë indet e portokallit, nuk i largojmë. Vetëm lëkurën. Vetëm lëkurën. Tek lëkurat, dimër është, merri një afër sobës, lëni të thajë dhe jep një aromë shumë të mirë. Jep një aromë gjithmonë aromë festash. Kur ne themi festat e fund vitit, ne kujtojmë shegën dhe portokallin. Normal dhe kanellën. Një jepi një gëzhësht sa të bëjë unë limonin. Lëkurat e portokallit gjithashtu mund t'i përzjeni me uthull në një bidon, shtojni uthull dhe e përdorni për pastrime të ndryshme. Edhe lëshon aromë të këndshme, edhe pastron sipërfaqet tuaja të shtëpisë. Bëhet një masë e lëngshme, ushme. Për ishte vërtetës nuk është se do shumë kohë për të qëndruar aty, sepse të dyja janë në masa të lëngshme. Ka provoj pak në një kështu? Patjetër që po. Patjetër që po. Sigurisht do të dominoj shija... Do shë dhe pakës ujë. Shija e portokallit pa dyshim. Mire, pranueshme. Pra kërkom 2 portokall, 2 domate, 1 limon. Pra unë bëra një masë më të vogël, sepse nuk bëhet fjalë gjithë kjo masë të jetë në gotë. Normalisht të ndihmojmë edhe me ujë. Ama sa më bërë dhe kurrë? E merë dhe një tas tjetër dhe shijoje. Sigurisht mbizotëron aroma e portokallit. Po, duke menduar që është domatja? Jo, se duhet, dhe më thënë, tek masat e gjithë se cilës prej frutave, sepse dihet që edhe domatet futen në familjen e frutave, pavarësisht se konsumojnë si perime. Pra një përzierje e tillë provojeni me portokall, me domate dhe shtrydhini pastaj në fund fare edhe limon, ose prijeni si portokallin, vetëm pjesën e tulit, pa lëkurën, dhe shtojani. Pastaj lëkurat, siç tham, të portokallit apo të domateve, asnjë nuk i hedhim, i përdorim edhe i konsumojmë siç janë, por ato dhe thahen, pastaj grihen, bëhen në plur dhe i përdorim në marinime të ndryshme, duke e përzier me kripën apo me erëzat e tjera, po ashtu dhe në formën e një pastruesi të shtëpisë me uthull. Shtojmë, ja që edhe pak. U bë supa? Arëmyshk, shtoj edhe pakës, sepse nuk më ndihet aroma. Themi gjithmonë, kur shtojmë arëmyshk, nuk shtojmë piper. Por, piperi i bardh i jep një aromë dhe është një kombinim shumë i mirë. Kjo është, ja ta kaloj unë këtej? Pra, është trashur sa duhet, nuk do e lëmë më tepër, sepse dhe nxehtësia bën të vetën. Duhet të jetë krem. Duhet të jetë krem. Normalisht do të trazini edhe pak më tepër, a? Tani mos flasim se nuk ka supë që të bëhet për 5 minuta. Por ne kishim parazier mishin, kështu që vepruam pak më shpejt për ta serviru. Tani e shohim së bashku për bërësit, ndërkohë jedhim dhe një sy pispilis. Sa minuta kanë kaluar, mbas se ka marrë një faqe për ta treguar deri në ç'fazë është ajo. Është një recetë e kudo gjendur, e njohur dhe që ne sollëm për t'ja u rikujtuar. Spinaqi është në çdo stin, e gjejmë kollaj dhe përdorim kështu në kombinimin me mielin e mistrit. Shohim pak së bashku i drejt fundit. Jemi 2 minutat e fundit, shohim së bashku përbërësit e supës me mish pule, të thjesht, e shpejt, e shishme, e stinës. Mund t'i shtoni limon në fund, fare? Po, e kam shua limonin. Po, për dhe përshije në pjatë, supë krem pule. Ju duhet 300 gram mish pule, një qep mesatare, një lugë miell, 2 thelpinj hudhër, një lugë gjelle gjallë, një limon, arë moskat, krip, piper i zi. Kjo është supa që ne e kemi përfunduar, e zjem dhe Albana tani do ta servir në tasin ton. Pra është një nga ato supa që konsumohet në çast, e ngrohtë, nuk pret për më vonë, vendosur aty. Largoj
Këtë përzierjen që ne treguam për të marrë dhe për të fituar nga vlerat e kombinimeve të ndryshme, duke patur parasysh dhe sasinë e vitaminës që përmbajnë të dyja frutat, të treja bashkë me domaten, dhe asnjë gjë tjetër. Kujdesuni për veten, ushqeni shëndetshëm, kujdes me motin, me të ftohtin, çfarë t'ju themi tjetër? Dhe patjetër që do të mësojmë diçka më shumë më tepër për sa i takon motit në fundjavë edhe për gjatë gjithë javës, si do të prevalojë situata, do të kemi përsëri rreshte të dëndura, të bora, ku do të përqendrohet në cilat zona, do të jemi pas pak me një prej përfaqësuesve ikon të meteorologjisë. Kështu që të uroj fundjavë të bukur. Shihemi të ënën me Albanën së bashku pas fleshit informativ. Rikthehemi në rrezen ton, Shqipëria e paradokseve pas raportimit për zjarre, tani do të merremi me situatën e motit, çfarë pritet të ndodhë në ditët në vijim. Do të lidhemi drejt për së drejti me Lajda Porja nga Shërbimi Meteorologjik për të kuptuar se cilët janë ato ditët apo zonat të cilat do të përjetojnë ndoshta intensitet rreshe. Të përshëndes fillimisht Lajda. Përshëndetje, mirë se u gjej. Flasim fillimisht për ditët në vijim, për fundjavën, si parashikohet të jetë moti dhe cilat do të jenë zonat të cilat ndoshta do të përjetojnë sërish intensitet rreshjesh apo rreshjesh dëbore. Më thuaj pak. Në fakt, aktualisht ka patur ndërprerje, kjo është një lajm pak i mirë për të patur një përmirësim ose për të marrë frym për pak kohë, megjithatë lajmet janë që fillojnë që sonte rreshjet, edhe pse sot rreshjet në fakt do të jenë rreshje të dobta dhe me intensitete më të ulta, nisin në jug dhe gradualisht përfshin pjesën më të madhe të territorit. Më problematike do jetë në fakt dita e shtunë. Dita e shtunë do të sjellë zhvillim të vranësirave në dy skajet, pra do të jetë një vranësirë e cila është e fokusuar në veriperëndim, në Shkodër, në Lezhë dhe pjesërisht në qendër në Durrës. Do të jetë edhe një tjetër celul e cila do të jetë në Vlorë, Gjirokastër, Berat, Fier dhe Saran. Pra, ato zonat që janë të shënuara me të kuqe, do të jenë edhe zonat të cilat do marrin një tjetër intensitet të rreshjeve. Intensiteti më i lartë do jetë kryesisht në pjesën e dytë të ditës, pra deri në orën 2:30 të pasdites rreshjet do të jenë të ulta dhe mesatare dhe pas orës 2 dhe deri në orën 8 apo 9 të mbrëmjes, këto zona do të kenë rreshje më intensive dhe më pas ka dhe një shqetësim të situatës. Parashikohet që veriperëndimi, pra zonat të cilat janë shënuara të marrin nga 40 deri në 70 mm, do kemi zonat qendrore ku në Durrës do t'i shtohen edhe 40 mm shi për gjatë këtij episodi. Kemi dhe Vlorë, Gjirokastër dhe Saran ku do të marrin nga 40 deri në 60 apo 70 mm. Është një sasi e konsiderueshme sepse 40 mm të bien nga ora 2 deri në orën 9 janë mjaft problematike për qytetin e Durrësit, duke qenë se është në ujë prej disa ditësh dhe do të prishnin punë edhe 10 mm dhe jo më 40 që është një sasi e konsiderueshme, por fatmirësisht e diela do të ulë intensitetin e rreshjeve dhe më pas në fundniki javën tjetër do kemi të paktën 4-5 ditë të sjellta pa rreshje. Do të jenë të ftohta, por do jenë pa rreshje në momentin për të krijuar edhe këtë përmirësimin e tërheqjes së ujrave. Dua të cek në fakt që do rikthehen rreshjet e dëborës sonte më të pakta të shtunën në mbrëmje e gjithë zona malore, që nga Veriu, Lindja, Baramculli, Puka, Peshkopia, Bulqiza, Mirdita, Mati, Qarku i Korçës, Darda, Voskopoja, Boboshtica, gjithë të zonat dhe Volli do kenë gjithë të zonat do rikthehen në zonat të thella, do ketë rreshje dëbore që do të jenë her pas here dhe me intensitet të lartë dhe më pak rreshje dëbore do kenë qytetet. Do të ketë raportim bllokimit të rrugëve mendoj në zonat rurale, sidomos për gjatë shtrirjes lindore të Shqipërisë dhe duke filluar që nga pasditja të dielës dhe sikundër e theksova, java tjetër të paktën deri ditën e premte do jetë një javë mjaft e ftohtë me temperatura të ulta, do jetë një javë pa rreshje, presim -10 ditën e hënë, një ditë shumë e ftohtë në zonat malore dhe më pas gradualisht do kemi në fundjavën që vjen, do kemi rikthim të temperaturave më normale dhe sërish do kemi rikthim të rreshjeve që unë uroj, sepse është edhe pak larg në kohë,
që të jenë në sasi akoma më të pakta. Cilat janë rreshjet më problematike që sjellin përmbytje? Pra, ju i përmendët që ka rreshje shira të vazhdueshme, shira me intensitet të fortë dhe në intervale të shkurtra. Këto rreshje që u përmendët pak në ditën e shtunë në ana profesionale, cilat janë më problematike? Do të jenë shira të vazhdueshme apo në intervale të forta, intensitet të fortë dhe në intervale të shkurtra? Çka rrezikojnë më shumë përmbytjet? Cilat nga këto lloj rreshjesh? Përmbytjet rrezikohen zakonisht ke rrepeshet me intensitet të lartë po të shkurtër. Edhe nëse flasim për përmbytjet e Durrësit, kemi patur në mëngjesin e datës 6 janar, ka qenë ora rreth 9 apo 9:20 diçka e tillë, ku në fundin e autostradës për një çerekore, pra për 15 minuta kanë rënë 23 mm shi. Dhe në një kaq të shkurtër, kjo sasi është një sasi intensive, pra sjell problem përmbytjesh. Megjithatë, zakonisht kur kemi rrepeshe me intensitete të larta në një kohë afat shkurtër, sjellin përmbytje. Lajda, çfarë roli, sa ndikim kanë paralajmërimet meteorologjike për sa i takon përmbytjeve, në mënyrë që të merren masa paraprake? A ka ndonjë ndikim? A mund të parashikohen përmbytjen përmes parashikimeve tuaja meteorologjike? Oniki, paralajmërimi ynë për këtë situatë ka qenë që në 31 dhjetor, pra ishte një sistemi sepse kishim përplasje të dy masave ajrore, pra ishim me një mod shumë të ftohtë në datën 31 dhe 1, dhe në datën 2 ne patëm me një herë ndryshim të temperaturave, temperatura shumë të larta, një masë e ngrohtë u fut në territorin shqiptar dhe solli këto rreshje. Patjetër që parashikohen përmbytje në momentin që ne dalim me një njoftim që presim një fenomen me rreshje intensive, rreshjet intensive, pra rreshjet me intensitet të lartë në një kohë të shkurtër, patjetër krijon përmbytje në çdo qytet apo kryeqytet të Europës. Problemi qëndron në momentin që ne kemi ndërprerje të tyre, sepse Durrësi nga data 2 deri në sot ku flasim ka patur plot ditë ku ka patur ndërprerje të rreshjeve që mund të kenë qenë 2 ose 3 orë apo 4 orë. Dhe në këtë moment duhet, nëse çdo gjë ujë të tërhiqet për të lënë vend rreshjeve në vijim. Aty nuk ka nisur fare rreshje që nga data 2 që kanë rënë deri më tani që flasim kanë vijuar të shtohet shtresa e ujit. Dhe si duket, aty gjërat nuk funksionojnë mirë që uji të largohet dhe të mos jetë në këtë situatë që jemi. Rreshjet kanë qenë intensive, në disa zona janë plotësuar dhe të kaluar normat mujore, në disa zona nuk janë plotësuar ende, janari është i pasur me rreshje për nga ana klimatike. Pra nuk janë jo normale si rreshje që kanë mbuluar territorin. Nuk jemi në një situatë të jashtëzakonshme. Thjesht jemi në një situatë rreshje mbi normën. Durrësi deri më tani ka marrë afërsisht 180 mm shi, pra rreth 50 mm më shumë se ç'duhet të bien. A është një situatë mbi normën? Po. A është një situatë që s'ka ndodhur? Jo. Ka patur plot situata ndër vite që ka patur këtë sasi ose edhe më shumë. Po sigurisht që këto përmbytje, ju vetë si meteorologe i lidhni kryesisht pra vetëm drejt për së drejti me motin, me sasinë e shtuar të rreshjeve, apo edhe me faktorë të tjerë në qytete të ndryshme? Problemi kryesor i përmbytjes së përkohshme ose momentale janë patjetër rreshjet. Por kur zgjatin më pas në shumë ditë në kohë, që uji nuk largohet, atëherë ka dhe probleme të tjera. Me probleme e rreshjeve intensive përmbytet edhe Roma, apo Madridi, apo Barcelona. Por në momentin që ka ndërprerje të rreshjeve, uji fillon normalisht tërhiqet edhe fillon pastrohet. Nëse ka ku të tërhiqet dhe nëse nuk ka bllokime të tereve. Po në momentin që këto gjërat nuk funksionon dhe janë ato kompetenti që flasin për të urbanistikës. Ndaj edhe të pyeta që a ishte e mundur, pra një lloj paralajmërimi, a ishte mundur shmangja e këtyre përmbytjeve të cilat janë të pazakonta në vitet e fundit. Ndërkohë, ju thatë që dita e shtunë, pra dita e nesërme do të ketë rreshje intensive, sërish mund të kemi përmbytje? Sipas Po, kemi një interval nga ora 2 deri në orën 9 që i shtohet, pra zgjerohet harta në disa zona në jug dhe i shtohet problematikës, por fatmirësisht kemi vetëm të shtunën dhe nuk është se do të vijojë të dielën të hënës, nëse do të kishim një vijimsi, më pas do të ishin katastrofa akoma më të mëdha, sepse do të përmbyteshin edhe zona të cilat kanë raportuar vetëm përmbytje lokale. Këto shira që kanë rënë
sjellin përmbytje, por jo të përmasave që ka aktualisht Durrësi. Për zonat e tjera, këshilla konkrete që mund t'i japim për qytetarët, qoftë për lëvizjen, për makinat, për banesat, për energjinë elektrike, cilat janë? Problemi kryesor është që nuk është mirë të bëhen këto udhëtime që zakonisht i bëjnë në fundjavë, të shtunën dhe të dielën do ketë ngrica në gjithë zonën malore, pasi qytetarët mund të drejtohen drejt Korçës, drejt zonave të veriut ku ka patur dëbor për të shijuar rreshtit e dëbor, dhe duke qenë se temperaturat do të jenë të ulta, do ketë ngrica në shumë akse rrugore, do ketë probleme me trafikun detar sot edhe nesër sepse era është ende e fortë, po do jetë akoma më fuqishme të shtunën, do ketë probleme me qarkullimin ajror për shkak të turbulencave e shtuna, sidomos është pak më problem dhe e diela, është disi pak më e qetë, sepse ditën e diel kemi prezencë të rreshjeve, por janë shumë të pakta dhe fillon gradualisht do psohet sistemi vranësirave se depërton masa e ftohtë dhe masa e ftohtë zakonisht sjell më shumë temperatura të ulta dhe më pak rreshje. Duhet kujdesi i madh për gjithë ato që nuk e kanë të nevojshme të lëvizin për gjatë të shtunës, se ne kemi parë shumë problematika në fillimin e vitit 2026. O rrshitje dherash në qafë ploçe dhe bllokime rrugësh në zona të tjera, kështu që të evitojmë lëvizjet prapë. Pra ata që se kanë të nevojshme dhe të domosdoshme, nuk është një fundjavë ideale që të shkosh të shikosh me fëmijët për shkak të problemeve që janë krijuar për gjatë gjithë kësaj jave. A do të jetë pas java tjetër, patjetër do ketë ditë kur mund të shijohet, ku të qetësohet pak situata. Fatmirësisht javën tjetër nuk ka rreshje dhe do kenë mundësi gjithë zonat e përmbytura të kenë një tërheqje graduale e cila po bëhet me shumë ngadalë e ujrave në sipërfaqet që janë mbuluar. Qartë. Lejta të falenderoj dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit për informacionet që përcollëm për sa i takon situatës së motit, siç e dëgjuat, dita e nesër do të ketë sërish rreshje intensive, çka mund ta përkeqësojë situatën. Do të kalojmë tani në Gjirokastër, një zonë, një qytet i cili po përballet me një nga situatat më të vështira të viteve të fundit për sa i takon përmbytjeve, rrëshqitjeve të dherave, dëmtimeve, dëmeve të mëdha për banorët dhe bizneset. Sot nga zona e Manalatit jemi me gazetarin Pironase për të na raportuar më nga afër se çfarë po ndodh në këtë zonë dhe çfarë masash janë marrë deri tani, tashmë që kemi dhe një tjetër paralajmërim pra për sa i takon rreshjeve intensive që do të ketë dita e nesërme, të shohim se si raportohet nga Piro. Përshëndes Piro. Ndërkohë janë duke vijuar rreshjet në këto çaste? Niki, përshëndetje. Po, të dëgjojmë Piro, po. Ti ndodhesh në zonën e Manalatit, Piro më dëgjon pak me vonesë, kështu që do të kemi mundësi të rregullojmë gjatë rrugës. Më trego pak çfarë është duke ndodhur në këto momente. Çfarë masash janë marrë? Niki, ndodhem në rrugën sekondare të lagjes Manalat që lidh pjesën e pazarit karakteristik me këtë lagje që është lagje e sipërme e qytetit, ku banojnë një numër i konsiderueshëm banorësh. Janë izoluar banorët e 4 lagjeve, Manalati i parë, Manalati i dytë, Dunavat dhe Cfak. Pas krahut të mi është rruga që është bllokuar si pasojë e inerteve shtufore që kanë rënë nga pjesa e sipërme e Kodrës në pjesën e poshtme, duke bllokuar tërësisht rrugën, qarkullimin ato mjeteve, qarkullimin e banorëve të kësaj zone. Ndërkohë që ka rrugë alternative për të kaluar në pjesë të tjera, por është me vështirësi shumë të madhe. Kjo situatë në fakt ka ndodhur para 2 ditësh dhe neve kemi raportuar drejt së drejti në Report TV. Problematika është si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm që kanë rënë me intensitet maksimal 3-4 ditë më parë, çka është reflektuar tërësisht tek shkarjet e dherave, jo vetëm në këtë pjesë të Gjirokastrës, po dhe në zona të tjera. Situata është mjaft e vështirë dhe në këto momente që po kalojmë, emergjencat civile janë në vlerësim të dëmeve që kanë pësuar pjesë të ndryshme të qytetit Gjirokastrës apo qarku të Gjirokastrës. Në këto momente që po flasim, janë 4 familje të evakuara nga bashkia e Gjirokastrës,
janë 3 familje në Memaliej, 2 familje në Libohov dhe 4 familje në Përmet. Si pas informacioneve këto nga ana e prefekturës së Gjirokastrës. Pra këto familje janë evakuar nga banesat që rrezikojnë për të rënë, apo dhe banesa që ka shkuar ujrat, apo kanë qenë pjesë e ndërhyrjes nga balta e rënë në pjesë të ndryshme. Situata ende qëndron në kufite e emergjencës, pasi në këto momente që po flasim, aktualisht është me shumë vështirësi të qarkullojnë automjetet në aksin Gjirokastër-Tepele në vendin e quajtur Uji i Ftohtë, pasi dhe aty sërish ka rënë një masiv shtufor në Kodrën Përbri, duke zënë përkohësisht gati në 70% të masës, të gjerësisë masës rrugës, dhe ka krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Dhe 3 ditë më parë ka ndodhur e njëjta gjë në një segment tjetër, në shkallën e Zezë, gati 4 kilometra nga ura e Leklit, ku krijoi dhe aty probleme me qarkullimin e automjeteve, dhe sërish ky segment pra nga ura e Subashi deri në urë të Leklit është një segmenti më problematik për sa i përket prezencës inerteve shtufore, çka bëjnë të mundur që të depërtojnë në gjerësinë e aksit nacional. Po mirë, Piro, më përpara, kjo është era e parë që ndodh në Gjirokastër? Është e pazakont që ka ndodhur në 10 vitet e fundit. Nuk ka ndodhur më përpara, pra është ndër erët e para të përmbytjeve të tilla kaq masive. Atëhere, nëse do më lejoni pak, Niki, të them, të zgjeroj pak gamën e informacionit. Kam leja apo jo? Po të dëgjoj me shumë vëmendje, po të pyesja nëse ka ndodhur më përpara përmbytje të tilla. Dhe me qenë se siç tha edhe Lajda Porja, shërbimi meteorologjik, që zonat, qytetet paralajmërohen për përmbytye dhe rreshje intensive shiu, a ishin marrë më përpara masa të tilla për pastrimin e kanaleve, të inerteve, a ishin lajmëruar qytetarët për këto përmbytje? Në djenin time, po e filloj nga ato nëse ka ndodhur më përpara apo jo. Here fundi që ka ndodhur kjo situatë ka qenë në vitin 2017, madje ka qenë më e agravuar se sa që ka qenë tani. Pasi rrezikoi jeta e gati 50-60 banorëve. Pasi një pallat në lagjen Kodra e Shtufit, 3 katet e pare të pallatit në fjalë u pushtuan nga balta, pasi ra një masiv shtufor në Kodrën e Shtufit. Çka atëherë në atë periudhë, dhe unë e kam transmetuar drejt së drejti dhe reporti ka pushuar shumë rëndësi asaj situate, u evakuan banorët e atij pallati 7 katësh në lagjen Kodra e Shtufit. Njëkohësisht dhe në lagjen Puntori, po në atë vit, si pasoj e shirave dhe intensitetit shumë të madh të rreshjeve, tereni bazik i pallatit në lagjen Punëtore filloi të binte, dhe në atë kohë Bashkia e Gjirokastrës kërkoi evakuimin e menjëhershëm të banorëve të atij pallati, çka u bë mundur evakuimi i përkohshëm në konviktet e Gjirokastrës, dhe situata më pas u përmirësua fal ndërhyrjes gjeodeze nga ana e institutit në Tiranë, pra të gjeodezisë në Tiranë, çka bëri të mundur vlerësimin faktik bazik të terrenit, u ndërhyj më pas me një investim nga ana e qeverisë shqiptare, duke nëse do kishte investim nuk do ishim përsëri në të njëjtën situatë, Piro. Më lejo të pyes tani në cilin dëm, ku kemi Po, më dëgjon, Piro? Ku kemi më shumë dëme, në biznese, familje, apo në bujqësi, në atë zonë? Po, të djoj. Dëgjo këtu, ka dëme në bizneset është shumë i madhë, pak të vlerësot se është shumë i madhë, janë gati 67-70 biznese, kryesisht në lagjen tërmeshtatore që u përfshin nga përmbytjet që ndodhën si pasoj e rreshjeve të shumta që erdhën si pasoj
e daljes nga shtrati të projit të Ficos dhe të projit të Qullos, dy projit më të ndhenjë në Gjirokastër, të cilët në kohë me ngarkesë shumë të madhe atmosferike dalin nga shtrati tyre. Pra, dalje këtyre shtretërve, dalje këtyre prejme nga shtrati, bëri të mundur që lagjat e administratorit të krijoj pasoja fatale, për sa i përket prezencës së ujrave, apo dhe inerteve që erdhën nga shtretërit e këtyre dy prejve. Pra, juve bërët pyetje nëse ishin pastruar apo jo, të paktën kanalizimet apo pjesë të tjera nga ana e ndërmarrjes së shërbimeve. Unë të paktën e kam monitoruar vetë personalisht, të paktën në muajt e verës, pastrimin e këtyre kanaleve në pjesën e sipërme të qytetit, apo dhe në pjesën e poshtme, apo dhe rjetave në projin e Ficos, që është në lagjen Varosh, apo dhe pjesën tjetër projit të Qullos. Pra, le të themi që nga ana e drejtorisë së shërbimeve publike, kjo procedur është normal sepse është e dokumentuar, të paktën unë kam parë, dhe është në protokollin e Bashkisë së Gjirokastërës pastrimi periodik i këtyre kanaleve apo dhe rjetave të tjera. Çka do të thotë? Se intensiteti i rreshjeve të paktën ka qenë aq i madh sa që ka marrë përsipër çfarë do lloj gjëje. Kjo situatë është përsëritur dhe në 2017, siç e thashëm përpara, jo vetëm kaq, por dhe në vitet 80 kur dy prend e famshëm proji Ficos dhe proji Qullos, kur kishte mot me shita të rëmbyeshëm, merrte përpara jo vetëm kaq, po shumë herë më kaq. Pra ka pasur është dalja e shtretit të këtyre prejve. Problemi është tek ndërtimi i këtyre bizneseve poshtë bazës tek në lagjen të meshtatorit. Pra këto biznese kanë ndërtuar, operojnë në bimës, le të themi në Gjirokastër, themi bimës, themi në themelet, pra në pozitën 0, jo në pozitën 1. Pra ka biznese që janë në pozitën 0 dhe normalisht intensiteti i rreshjeve përcillet tek këto biznese dhe këto biznese pra përmbyten. E qartë. Faleminderit Piro. Uroj dhe shpresoj që të vijen institucionet në lëvizje ashtu si kundër t'i the, aq më tepër për nesër, duke qenë se paralajmërohen të tjera rreshje intensive dhe mund ta përkeqësojnë situatën, të shpresojmë që të mos kemi tjera përmbytje të këtyre përmasave. Të falenderoj dhe punë të mbarë në teren. Ishim me Piro Nase, gazetarin ton në Gjirokastër. Tani do të shkëputemi për publicitet dhe do të rikthehemi me rubrikën Bëje Vet. Rikthehemi në Rezen ton me rubrikën Bëje Vet me Stella Nikollën. Çfarë do të na sugjerosh Stella sot? Mirë se u gjeta, gjithmonë një kënaqësi. Atëherë flasim direkt, me qenë se tani edhe kjo periudha e ftohtë, edhe fillon edhe na thahet pak lëkura, ka nevojë për hidratim. Edhe përveç se kemi atë gjën e shpejt fare, sepse ne duhet dëgjojmë edhe gjyshrit tanë ose prindrit tanë, çfarë kanë përdorur, se në treg tani ka plot kremra, solucione çfarë të duash. Mami im historikisht përdor vetëm vaj ulliri në darkë. Edhe e ka të lëkurën si bebe, sepse vaj ullirit është shumë i shëndetshëm për lëkurën, por kemi atë problemin e njollave që krijohen nga dielli. Kështu që do sugjeroja maska e parë në shtëpi në darkë, vaj ulliri është i shkëlqyer. Të gjitha kemi në shtëpi, është pa kosto, na hidraton, na ushqen. Hamzat sallatën me vaj ulliri, kemi dhe fytyrën me vaj ulliri. Siç është shpreha jonë dhe motivi i kësaj rubrike, që i vendosim fytyrës atë që konsumojmë. Kështu që kjo është një maskë e shpejt me erdhi kështu në mendje flesh. Kemi dhe një maskë tjetër hidratuese, ku do përdorim të verdhën e vezës, vaj ulliri si gjithmonë, edhe sheqerin. Tani sheqerin zakonisht e përdorim pak si skrab, por kësaj radhe e kemi për hidratim. Kështu që do ta lëm pak që ajo të shkri me vajin e ullirit. Nuk e di sa do me eci kjo tani. Atere, do të përdorim, ja po edh këtu, një të verdh veze. Do hedhim një luk vaj ulliri, edhe një luk sheqer.
Kur ta vendosim në fytyrë do t'i bëjmë dhe një lloj skrapi meqense ka kokrat e sheqerit. Meqense ne hodhëm jo në sasi të konsiderueshme sheqer. Kjo e gjitha do shkri tani me vezën edhe me vajin e ullirit. Kjo bëhet fiks një masë homogjene dhe këtë e vendosim në fytyrë. Pikset në fytyrë për shkak të vezës. Atëherë, siç është kështu, me një penel në shtëpi, e aplikojmë gjithmonë jo në zonën e syve. Në gjithë fytyrën, edhe pak të gusha. Kjo e mira do jetë 15-20 minuta aq që kanë maskat. Ka një veçanti Niki, kush të doj mund ta përdor, sepse kjo aktivizohet më tepër në qoftë se ne e ngrohim. Si do ta ngrohim? Me një letër alumini, e presim në copa që e vendosim në fytyrë. Sigurisht që ato 15 minuta do mundohemi mos të lëvizim shumë, do lëm hapur vetëm pak hundët edhe syt dhe do mbulohet e gjitha me letër alumini. Aty fillon ajo dhe vepron më tepër, ngrohet edhe kalon më mirë në lëkurë, e përthith shumë mirë. Pastaj me ujë të ngrohtë, një shplarje dhe e kemi atë fytyrën e hidratuar. Çdo maskë që vendosim në fytyrë, duhet të vendosim në fytyrë të pastruar më parë, pa make-up, pa të gjitha këto kremrat. Gjithmonë, e mira do ishte mbas dushit, kur hapen dhe poret edhe ajo depërton më mirë maska në lëkurë. Është funksionale për të gjitha tipet të lëkurës, se ka lëkura të ndryshme, të thata? Kjo është për të gjitha, sepse nuk e kemi tepruar me vajin e ullirit. Sigurisht veza është për të gjitha tipet e lëkurës, vetëm ai vaj i ullirit na çedon, por në këtë maskë ne kemi përdorur në limit vaj dhe në limit sheqer. Kështu që mund ta përdorin të gjitha tipet e lëkurës. Provoheni, gjeni një vezë mirë, sheqer ka, vaj ulliri gjithashtu. Letër alumini kemi në shtëpi, pse jo mos ta përdorim. E provojmë. Shpejt, çfarë kishim dhe një sugjerim të fundit? Tani kemi këto problemet tharjen e buzëve, sidomos nga i ftohti, të njëjtën gjë vaj ullir mund përdorim për duar që na thahen, kurse për buzët kemi mjaftueshëm është gjalpi. Gjalpi mundësisht të jetë jo ai kripuri, ai gjalpi i ëmbël që i themi ne. Mund të përdorim mjaltin, mjalti është i shkëlqyer. Unë zakonisht mjaltin para se të flë, i lyej buzët me mjalt, ri pak edhe më zë gjumi me atë, edhe konsumoj gjatë gjumit që nuk e di. E pra se thash se të flesh me mjalt në buzë. Po fle me mjalt në buzë, por që varet gjithmonë nga pozicioni i gjumit. Nëse fle në kurisë edhe mund të shërbej për mirë për hidratim, se në fakt unë i them dhe gocës, bukuria do sakrifica. Kështu që mund edhe të rim atë gjysmore kështu në krevat që të veproja i mjalti, edhe na mbërson kështu si para darke. Mund ta përdorësh, mund ta konsumosh. Mund të përdori me vaj ulliri, me sheqer, mjalti. Duke i bërë dhe një skrap dhe më pas një lyerje me mjalt. Skrapi është i shkëlqyer për buzët, duke përdorur vetëm vaj kështu mjalt edhe sheqer. Po, një përzierje e mirë dhe më pas i bëjmë një skrap buzëve dhe më pas kjo ka dhe një të mirë që qëndron në buzë. Në gjitës, sepse është gjitëse. Mjaltin besoj e kemi gjithë të mirë në shtëpi. Kështu që pak edhe na takon të konsumojmë për bukurinë. Edhe ja vlejti që ta shpjegonim edhe këtë maskë për buzë, duke qenë se ditët vinë të ftohta, temperaturë thahen duart, fytyra, buzët po ashtu, dhe ju do të keni buzë më të plota, më të shëndetshme, më të hidratuara. Faleminderit Stella, të uroj një fundjavë të bukur. Përshëndetemi së bashku, gjithashtu edhe për ju, kalofshi mirë.